Presidenti e Republikës së Kosovës, Sonja Vjosa Osmani Safiu, e nderuara kryetare e Kuvendit Republikës së Kosovës, zonja Blena Qiu, i nderuari Gaza Rifat Jashari, e nderuara familje Jashari, të nderuar deputet të Kuvendit Republikës, të nderuar zëvendës kryeministra e ministra në qeverisë e Kosovës, të nderuar ambasador, diplomat, komisionit kombëtar, të nderuara familjet të shënuarve, invalid dhe veteranët të Ushtrisë të Kosovës, i nderuari president Fatmir Sindiu, i nderuari drejtor i Autorisë Kërkëllajedi, i nderuar heqës e përfaqësues të institucioneve shtetërore e vendore, të dashur qytetarë të Kosovës, zonja dhe zotëri, si në çdo mars jemi këtu bashkë për kultimin e një prej akteve më të larta të historisë sonë kombëtare, epopesë së Ushtrisë Shqiptare të Kosovës. Në ato ditë të përballjes së vullnetit për liri me aparatin e shtypjes, në prekaz, historia u shkrua me zjarr dhe me gjak. Toka u bë altar i lirisë e një familje u bë simbol kombëtar. Figura e kryekomandantit Adem Jashari e lidhur pasgjithshmërisht me fatin e familjes dhe të bashkëpunëtorëve të tij, u bë personifikim i vendosmërisë për të mos e pranuar në shtëpi. Kjo sakrificë u përjetësua në vetdijen dhe kujdesin tonë kolektive si mësim i përhershëm se liria paguhet shtrejt, sa ajo është vlerë e panegosjueshme dhe e drejtë e patjetërsueshme. Në rrjedhën historike të përpjekjeve të gjata politike shoqërore për të drejta, barazi dhe dinjitet, kthesa në prekaz artikuloi qartë aspiratën e popullit të Kosovës për sqarim nga Serbia të Shqipërisë. Epopeja e UÇK-s u bë thirrje për mobilizim, për bashkim dhe për artikulim të qartë të synimit tonë për shtetësi dhe mbetësi. Qëndresa e familjes Jashari të bazët dhe gjithë atyre që u rreshtuan krah tyre e pas tyre në fundën e shërimit, përbën një trashëgimi të thellë politike, kulturore, kombëtare, prej së cilës bëran liria e Kosovës dhe mbi të cilën humbi Republika jonë. Krismat e kushve në prekaz u përhapën larg deri te ndërgjegja e diplomacisë ndërkombëtare. Ato krisma zgjuan varë kombin dhe shumë fishuan radhët e luftarëve të Ushtrisë Shqiptare të Kosovës, duke shndërruar rezistencën në një lëvizje të pandashme për jetë. Zonja dhe zotëri, të nderuar të pranishëm, krahas së qenë një ditë nderimi, sot është dhe ditë reflektimi për rrugën që kemi bërë dhe për atë që na ka. Sot ne jemi shtetin i popullit i dashës